Kryeministri italian Silvio Berlusconi vizitoi sot Shqipërinë për të nxitur investimet italiane drejt vendit fqinj. Ai deklaroi në Tiranë se Shqipëria e ka kaluar tranzicionin e vështirë dhe tani është gati të ofrohet me Bashkimin Evropian dhe se për këtë ka mbështetjen e plotë të Italisë. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana. Italia dhe Shqipëria nënshkruan sot projekte të përbashkëta ekonomike për investime deri në 2 miliard euro në fushën e energjetikës dhe të infrastrukturës. Kryeministri Silvio Berlusconi zhvilloi një vizitë disa orëshe në Tiranë për të mbështetur investimet e reja italiane dhe për të diskutuar me autoritetet shqiptare projekte të tjera të përbashkëta në fushën e ekonomisë, energjetikës, bujqësisë dhe arsimit. Ai mori pjesë sot së bashku me kryeministrin shqiptar Sali Berisha në ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjeve të bashkëpunimit për të ndërtuar një linjë të transmetimit të energjisë së vazhduar midis dy vendeve, për të ndërtuar një termocentral të ri në Fier dhe projekte të tjera. L'Italia è da decenni amica dell'Albania, un paese che ha sofferto le follie della dittatura e di una terribile ideologia. Shqipëria, tha zoti Berlusconi, vjen nga një diktaturë shumë e egër dhe nga një ideologji e tmerrshme dhe pas tranzicionit të dhimbshëm për shqiptarët midis të dy vendeve, fillon një bashkëpunim i ngushtë dhe Italia është mbështetës i fortë i këtij vendi me demokraci të re. Italia, thot zoti Berlusconi, mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sepse kjo ndihmon edhe zhvillimin e Ballkanit. Dërsa kryeministri Berisha tha se i kërkoi ndihmën e Italisë për të forcuar ekonominë që po përshtatet me rregullat e Bashkimit Evropian, po ashtu edhe në fushat të bujqësisë, të arsimit dhe të elektronikës. Sono 2 miliardi, ma ha detto al mio amico che ci sono più di 3 altri miliardi. Kryeministri Berisha tha se Shqipëria ka përmirësuar klimën ekonomike dhe mirëpret investimet italiane, të cilat sot janë 2 miliard euro dhe janë në përgatitje edhe 3 miliard euro të tjera. Ai tha se aktualisht Shqipëria ka taksat më të ulta në Evropë. Italia është partnerja kryesore e Shqipërisë në shkëmbimet ekonomike tregtare dhe me shumë biznese të prodhuesve italian të vendosura në Shqipëri, kryesisht në ushqime dhe prodhim veshmbathjesh. Italia dhe Shqipëria kanë prej vitesh marrëdhënie të afërta shoqërore dhe ekonomike. Në Itali jetojnë afro 500.000 emigrantë shqiptar, 85.000 nxënës të shkollave të mesme dhe 18.000 studentë të universiteteve italiane. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.